Mbi arkivat, kujtesën dhe përgjegjësinë historike në Institutin Albanologjik, në shënjesër kishte ish sigurimin e shtetit. Shembulli një kthese historike u mor Shqipëria dhe ligji për hapjen e dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Dokumentet arkivore në Shqipëri ndërlidhin edhe shqiptarët e Kosovës dhe më gjerë ndaj një bashkëpunim me autoritetin për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit vlerësohet i rëndësishëm. Siç dihet, me miratimin e ligjit për të drejtën e informimit për dokumentet e ish sigurimit të shtetit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, në prill të vitit 2015, si dhe me zgjedhjen e antarëve dhe të kryetarës së autoritetit në nëntor të vitit 2016, Shqipëria ndërmori një hap historik për të përballur më hapur me të kalurën jo të largët. Instituti Albanologjik e vlerëson lart bashkëpunimin me institucionet që punojnë kufirin delikat ndërmjet kujtesës, historisë dhe etikës publike. Për ne, ky bashkëpunim paraqet hap të rëndësishëm drejt kërkimit shkencor, rritjes së ndërgjegjësimit akademik dhe ndërtimit një diskursi të matur, të verifikuar dhe të përgjegjshëm mbi të kaluarën. Arkivat janë natyrisht edhe një instrument represioni, po dhe një instrument i burimit të kërkimit shkencor. Fondet arkivore është një trashëgimi që neve marrim nga sigurimi i shtetit, është jashtëzakonisht e ndjeshme, janë produktet të një aparati represiv dhe këtu, sidomos grupet e interesit të prekurit, familjet e tyre kanë qenë shumë të shqetësuar në fillimet tona se mos narrativa e sigurimit të shtetit për familjarët e tyre do të përmes hapjes dokumentave do riciklohesh prapë. Hapja e arkivave mbetet një proces i ndjeshëm, por i domosdoshëm për shoqëritë që kanë kaluar përvoja diktatoriale dhe autoritare. Ndërkohë takimi i sotëm u vlerësua si një hap drejt krijimit të një hapësire dialogu dhe reflektimi, ku historia nuk shihet si narrativ i mbyllur, por si proces i vazhdueshëm njohje dhe përgjegjësie ndaj së kaluarës.